Me moton Trëndafili i Çamërisë, prej 21 deri më 27 qershor, në qytetin e Shkupit do të shënohet java Çame. Një javë për kujtimi, reflektimi dhe angazhimi për drejtësinë historike të çështjes Çame. Manifestimi mbahet për 5 vite radhazi në organizimin e aktivistëve dhe shoqatës kulturore Vizioni M. Në një intervistë për emisionin Në pasdite në televizionin Shenja, koordinatori i shoqatës kulturore Vizioni M, Abdullah Berisha, ka dhënë detaje mbi këtë organizim që tashmë është bërë pjesë e ditës në Shkup, nga ku ai bëri të ditur që kjo javë do të sjellë një sër aktivitetesh kulturore, artistike dhe ndërgjegjësuese që japin zë të kaluarës së dhimbshme dhe kërkesës së pandërprer për të drejtat e popullit Çam. Sipas tij, çdo ditë e javës do të ketë një mesazh të veçantë që lidhet me drejtësinë, identitetin, kulturën dhe kujtesën. Ne kemi parapar një marsh përkujtimor në pyllin e Gazibabës, për të bërë një hiking simbolik për të përkujtuar ato peripecite të shpërngullurve. Atë udhëtimin sfidues dhe shumë të vuajtur që kanë bërë. Ndoshta dikush vetëm nëna me fëmijë burrin e vrarë, e kundërta e tjerë. Familjet që nuk kanë mundur të gjejnë antarët e tyre, po pastaj janë gjetur. Janë tema shumë e rëndësishme që ti përkujtosh. Ai tutje tha se ekspozita disa ditë aktivitetit do të mbahen në sheshin Skënderbeu dhe gjithashtu do të bëjnë edhe shpërndarje të 200 trëndafilave, si një simbolik e varrezave memoriale në Klogjen në pjesën jugore të Shqipërisë, që kanë formën e trëndafilit dhe prandaj që kur thuhet Trëndafili i Çamërisë, të aludon në ato varreza, nga ku sado që është e bukur, është një çështje e përgjakur simbolikisht. Ndërkaq, ai po ashtu theksoi se pjesë të aktiviteteve të tyre kishin për qëllim që të inkuadronin edhe disa profesorë, historian të cilët njohin ato çështje për bashkëbisedim, por që, siç tha Berisha, nuk kanë marrë përgjigje pozitive. Pavarësisht kësaj, ai përsëri vlerëson se aktiviteti do të mbahet dhe madje ndoshta edhe më bukur, pasi që pjesë e këtij aktiviteti do të jenë 2 gazetare nga Shqipëria, të cilat janë marrë me këto çështje, si dhe madje gjatë kohës së pandemisë kanë intervistuar viktimat nga çështja Çame. Por fillimisht ideja për këtë ishte që të kemi edhe bashkëbisedues Maqedon etnik, sepse fundjat njëjtën fat që ka përjetuar popullsia Çame, ka përjetuar edhe popullsia maqedone e rajonit të Egjeut. Fundja ka të bëjë me një çështje humane, para së gjithash, me të drejtat njerëzore para së gjithash, që u mohohen edhe Çamëve edhe Maqedonëve. Dhe për këtë ne bëm hapin duke kontaktuar njohës të çështjeve të Maqedonasve të Egjeut, historian, kështu me radhë, të punësuar në institutin, personat punësuar në institutin e historisë, por fatkeqësisht nga 5 profesorë, nga 5 persona që kemi kontaktuar, të qytetit Maqedonas, nga asnjëri nuk kemi marrë përgjigje pozitive. Kështu që ne gjithsesi që do të mbajmë aktivitetin, po aktiviteti do mbahet ndoshta me një formë edhe më të bukur, në aspektin se kemi arritur të sigurojmë pjesëmarrjen e 2 gazetareve nga Shqipëria, të cilët kanë bërë një punë monumentale, lirisht mund ta them. Bëhet fjalë për zonën Luljeta Progni dhe Admirina Peçi. Tutje, me rastin e 81 vjetorit të gjenocidit Çam, ai tha se aktivitetet e tyre janë të hapura dhe të qasshme për të gjithë, edhe pse kanë ca aktiviteteve që janë të natyrës më të mbyllur, por padyshim që në marsh mund të marrë pjesë gjithsecili, vetëm mjafton që të paraqitet dhe të sheh në rrjetet sociale marshutën e publikuar paraprakisht dhe të paraqiten aty në kohën e caktuar për t'u bashkuar grupit.